Ndodhemi në qendrën rehabilituese dhe riedukuese të Kavajës. Është qendra e vetme ku të miturit të cilët akuzohen për vepra të ndryshme penale riedukohen dhe bëhen gati për të riintegruar edhe në komunitet pasi ata të dalin nga qendra rehabilituese. Në këtë qendër ndodhen rreth 40 të mitur, të cilët akuzohen që nga vepra penale e vrasjes, e plagosjes, shitjes së lëndëve narkotike e deri tek vepra penale e vjedhjes. Ky instituti të miturve u realizuar në tetor të vitit 2009, me investim të Bashkimit Evropian me një fond prej 2.7 milionë eurosh, edhe shërben si një qendër rehabilitimi, këshillimi dhe shkolle për të miturit. Në këtë qendër trajtohen minorent të cilët kanë kryer vepra të ndryshme penale. Mosha e të miturve që do të vuajnë dënimin janë nga 14 deri në 18 vjeç. Aktualisht janë 40 të mitur, 20 prej të cilëve vuajnë dënimin dhe pjesa tjetër ndodhet në paraburgim. Në këtë institucion vuajnë dënimin pothuajse për disa lloj veprash penale, duke filluar nga ajo që është më e rrezikshme, është vepra më e dënueshme e vrasjes, ka të lëndëve narkotike, dhe më determinante është ajo e vjedhjes. Ambientet janë përshtatur në atë mënyrë që të ndjehet sa më pak mbyllja apo izolimi i tyre në një vend. Pjesën më të madhe të kohës e zën programet e ndryshme mosimore, sociale e psikologjike, për t'i ardhur në ndihmë minorenëve edhe veçanërisht të mos përsërisin ato vepra penale për të cilat duhet të vuajnë dënimin. Kam arritur në çdo sektor kam vendosur kartofonët, është i drejtë, flasim me këtë. Pra ja kemi afruar shërbimin telefonistë të flasim me këtë. Kemi vendosur numrin e avokatit popullit, gjithë strukturave qeveritare që këto kanë të drejtë. Me këtë do nëse neve nuk i sjell një trajtim ashtu siç mendohet brenda rregullores, ai mund të ankohet direkt atje. Në këtë qendër të specializuar dhe me standarde të larta bashkëkohore, e cila plotëson kushtet optimale për trajtimin e minorenëve, siç vihet edhe nga pamjet, ka salla të ndryshme pikture, salla të mësimit të zanatit të zrugtarisë, hidraulikut, mekanikut, një palestër moderne si dhe ambientet sportive, ku të miturit kalojnë një pjesë të madhe të kohës. Kuzhina është e madhe dhe bashkëkohore, ndërsa në secilën prej qelive flen nga 2 të mitur. Ambienti ku zhvillohet kursi i pikturës, ka një pjesëmarrje dhe dëshirë nga minorenët, mund të themi që është një numër konsiderueshëm që shprehin dëshirën për bërë. Dhe ne kemi konkuruar dhe me këto piktura dhe kemi zënë dhe vende të caktuara në konkurimet që organizohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgimit. Vjet re që ka edhe punime të drurit, të zrugtarëve të vegjël që edukohen këtu në qendrën tuaj. Është her pas here bëhen ekspozita të ndryshme, sidomos me rastet e festave të fundvitit? Tashti kemi një projekt me Save the Children, cilën me këto punimet e drurë që do të bëhen një tip ekspozimi. Do të bëjmë një tip ekspozimi brenda këtu në institucionin tonë dhe do të ftojmë struktura të ndryshme qeveritare për të marrë pjesë, do të zhvillojnë një forma kandi. Për organizimin e aktiviteteve implementohen module të zbatuara nga institucionet europiane për këtë kategori si Spanja, Holanda e tjerë. Pjesën më të madhe të kohës e zën programe të ndryshme mosimore dhe argëtuese. Struktura organike e këtij institucionit është e plotësuar me të gjitha për plotësuar një trajtim sa më human për këta të miturit. Dhe qëllimi i këtij institucioni është trajtimi sa më human. Këtu kemi një sektor edukimit të përbërë nga 11 vetë, përbëhet me psikolog, me punonjës social, kemi një qendër, kemi sektorin e shëndetësisë, sektorin e financës, sektorin e sigurisë, të cilën afrojnë të gjitha shërbimet për të arritur atë qëllimin, riedukimin dhe reintegrimin e tyre në shoqëri. Ne këtu kemi një klasë mësimore, ku zhvillohet një proces mësimor më së i plot me të gjitha parametrat si kur zhvillohet dhe jashtë këtij institucioni. Në këtë institucion, nga qendra mësimore e Kavajës janë 4 mësues, 2 të ciklit lartë, 2 të ciklit ulët. Përkohësisht, në bashkëpunim me institucionin tonë kemi afruar dhe ne edukatorët tonë që të bashkëpunojnë për një proces të rregullt mësimor. Mund të deklaroj që me statistikë kanë marrë pjesë për vitin 2010, kanë marrë rreth 68 minorent që janë trajtuar, ku një minorent ka përfunduar dhe arsimin e plot duke dhënë dhe
provimet e detyrimit që janë të arsimit nëntveçar. Puna e sektorit e edukimit shtrihet në disa drejtime. Asistencë psikologjike, e cila konsiston në këshillim individual dhe në grup çdo ditë të javës. Për minorenët e ardhur rishtas në institucion jepet informacion fillestar për rregullat e institutit, të drejtat dhe detyrimet, si dhe i nënshtrohen një pyetësore me qëllim njohjen e gjendjes së tij psikologjike, kontakti i vazhdueshëm dhe i rregullt me familjarët e minorenëve për të informuar mbi gjendjen e tyre në institucion. Për sa i përket fushës së edukimit dhe arsimit, frekuentimi i bibliotekës çdo ditë të javës, sipas kërkesave të minorenëve, aktivitetet sportive që përfshin lojra si futboll, basketboll, bejsboll, si dhe lojra tavoline si ping-pongu, kurse kompjuteri të gjuhës së huaj, si dhe kurse kundër analfabetizmit. Themi që këtu zhvillohen aktivitetet e futbollit. Tu kemi bërë shumë ndeshje futbolli me minorenet e burgut Jordan Misja, me paratrit e Kavajës, me paratrit e Peqinit, të Durrësit, e ekipet e tjerë që kanë ardhur. Mund të them diçka të veçantë këtu, tu ka luajtur dhe mas një vizite që është organizuar, ku ka marrë pjesë Lori Kcana, futbollist kombëtar, ambasadori shqiptar i futbollit, ka luajtur këtu në këtë fushë që ju shikoni e keni përpara. Drejtori i Institutit e Kavajës thekson se ka të tjera projekte ambicioze për këtë institut të reintegrimi. Bashkëpunim me sektorin e edukimit dhe me një shkollë, një mësuese që është shkollën e mesme këtu në qytetin e Kavajës, neve do të ngrenim një grup teatral, sepse kemi konstatuar kemi disa minoren që kanë disa prirje teatrale dhe duke ngritur një grup teatral do të bëjmë një shfaqje dhe me ta konkretizuar, që gjithmonë flasim për muajin shtator në vazhdimsi, me ta konkretizuar do të me detyrën e përgjithshme buje për ta bërë të shfaqje në gjithë sistemin penitenciar. Është realizuar një marrëveshje ndërmjet SEVC-it me detyrën e përgjithshme bujeve për të zhvilluar një projekt mbi zhvillimin e bazës mekanike. Këtu do të hapim një sektor mekanik dhe do të merrem me prodhimet e disa kornizave për portrete, punime të ndryshme. Zoti Cana shprehet se qendra rehabilituese e Kavajës ja ka arritur qëllimit për të ndihmuar këta të rinj, përveç vuajtjes së dënimit. Ndërkohë vetë të miturit shprehen se ndjehen të kënaqur në ambientet dhe kushtet e qendrës ku vuajnë dënimin. Sa kohë të bën këtu? Këtu që kur është hap institucioni. Dhe sa të kam mbetur? Edhe 1 vit 2 muaj. Aktualisht këtu brenda qendrës ka mundësi të ndryshme si palestra apo edhe biblioteka, janë edhe klasat ku ju mësoni her pas here. Ti jep pjesë këtyre aktiviteteve dhe cila nga këto të pëlqen më shumë? Po, normal kemi shumë aktivitete këtu, edhe marrim pjesë këtë gjithë aktivitetet. Më pëlqen shumë palestra, biblioteka, tash është shkolla. Edhe këto tjera, po këto më shumë. Familjarët tuaj vinë të vizitojnë? Po, vinë. Janë të kënaqur me kohën që ti kalon këtu, sepse në një farë mënyre ti thua që e gjen veten pak a shumë edhe ke mundësi që të kalosh kohën edhe të mos rrigje gjithë kohës vetëm i mbyllur në vetvete. Po, janë të kënaqur se kam provuar dhe institucione të tjera edhe ja kaloj më mirë këtu. Si nga që s'kemi pas kaq aktivitete. Të pëlqejnë kushtet që janë këtu? Krahasim me institucione të tjera janë shumë të mira. Ka aktivitete. Dëgjova që mora vesh se ti je drejtuesi i bibliotekës që ka qendra e rehabilitimit në Kavaj. Cilat nga librat që ke lexuar të ka pëlqyer më shumë gjatë kësaj periudhe? Pena e Gardianit, Sekreti. Këtos. Mendon se edhe pas se të dalësh nga këtu, ta vazhdosh shkollën apo leximin që ti ke nisur që këtu brenda? Po, normal të vazhdoj shkollë, pa shkollë. Të ka shërbyer koha që ke qëndruar këtu? Po, më ka shërbyer për mirë. Ja kalon kohën këtu brenda qendrës së rehabilitimit. Ke gjetur hapësirë në programet që ofrohen, në mundësi që ofrohen për të kaluar kohën e lirë, për të menaxhuar kohën tënde këtu brenda? Tu kemi gjetur një kohë shumë të mirë, kena shumë aktivitete, edhe ndjehemi shumë të mirë, nuk mërzitemi gjatë ditës që rrim brenda. Kena kurse, punë me dru, vazhdojmë në bibliotekë të kompjuterat, luajmë futboll, ping-pong, shumë lojra të bukura gjatë ditës, aktivizohemi shumë mirë, lozëm me shokët, shkojmë mirë me gjithë.
Është për të theksuar se rreth 80% e stafit është civil dhe pjesa tjetër policor. Stafi është miqësuar me të miturit që vuajnë dënimin në këtë institut, duke i ndihmuar ata më shumë e duke ju qëndruar pranë. Ata përpiqen të ndihmojnë të miturit edhe në problemet e tyre personale apo rastet e fatkeqësive e gëzimeve të veçanta, por edhe në rastet e provimeve, duke ju dhënë leje. Tu brenda është një jetë kolektive. Një jetë kolektive me gjithë parlamentat, si është edhe jashtë. Ne kemi respektuar gjithë drejtat e këtyre minorantëve. I dërgojmë edhe me leje pranë familje. Plotësojnë kriteret ligjore, i dërgojmë me leje, kanë shkuar, kemi një numër të konsiderueshëm që shkojnë pranë familjeve. Edhe për probleme të ndryshme i kemi marrë ndihmë. Për shembull, në rast se fatkeqësisë i kemi dërguar dhe ka marrë pjesë në ceremonitë martore, ka vdekur ndonjë prindër. Edhe për raste kur ka pas provime jashtë arsimit 9 vjeçar, provimet e papambretur, në bashkëpunim me drejtorinë e përgjithshme burgje i kemi dërguar të ndonë provimet. Sipas rregullores së burgjeve, takimet e familjarëve lejohen rreth 4 herë në muaj, ndërsa të dënuarit në qendrën e rehabilitimit në Kavaj janë më të privilegjuar, edhe ky numër dyfishohet. Standardet e larta të këtij institucioni i riintegrimi janë të dukshme dhe të prekshme, duke bërë që të miturit e dënuar ta kenë më të lehtë vuajtjen e dënimit.